Unë vërtet mendoj që kjo ka qenë e gabuar. Kjo nuk është drejtësi. Kjo është mënyrë e pazakon për të trajtuar një burr shteti i cili është dorëzuar vullnetarisht. Pyetje dëshmitar, unë mendoj që pikpamjet tuaja për prokurorin ja vlen që të përmenden këtu. Mund të i thoni se cilat janë këto pikpamje dëshmitar? Përgjigje, fakti që të akuzuarit kanë qenë në burg, janë në paraburgim këtu në Hag për më shumë se sa 5 vite, dhe fakti që ato janë dorëzuar vullnetarisht dhe fakti që janë mbajtur të ndaluar për kaq shumë gjatë më shqetëson, mendoj që lidhet me politikën dhe me shtetin e së drejtën. Dhe mua më shqetëson fakti që dikush të jetë i paraburgosur për 5 vite përpara se sa të fillojë të ndiqet penalisht një çështje penale, ndërkohë që këta persona kanë dhënë vullnetarisht, janë dorëzuar vullnetarisht dhe kanë qenë shumë bashkëpunues me gjykatën. Kështu që në rastin e të akuzuarit në fjalë, nuk e kuptoj fare sepse është dashur që qëndroj në burg për 5 vite. Unë për veten time nuk e shikoj këtë si shtetës së drejtës ose studim të ligjit që shpresoja që të krijohej nga sistemi ndërkombëtar ose të paktën pa diskutim sekretarja Albright nuk ka pasur këtë drejtësi në mendje kur ka iniciuar krimin e ish-tribunalit të Hagës kundër Jugosllavisë ose ato të Ruandës. Kështu që mua kjo më është dukur vetëm thjesht si një fajsim kolektiv për shkak të faktit se akuzuari ka qenë udhëheqësi i USHK-s. Duke qenë se i kam parë nga afër liderët e UÇK-s në përmale, në përbjeshk, dhe mendoj që asnjë person tjetër jashtë UÇK-s e ka pasur këtë mundësi, duke pasur një ide të mirë të funksionimit të UÇK-s. Unë për 3 ditë me radhë kam parë nga afër se si janë sjellë ata, se kush ishte përgjegjës, kush ishte komandanti, kush ishte mbështetës, duke pasur këtë lloj njohurie dhe duke ditur se si kanë qenë zhvillimet, unë vërtet mendoj që kjo ka qenë e gabuar. Kjo nuk është drejtësi. Unë nuk jam jurist me profesion, megjithatë kam të drejtë të shfaq dhe të them me zë të lartë opinionin tim. Pyetjen unë ju pyeta sepse e rrëzuat kërkesën e SPS-së për t'ju marrë në pyetje, ndërkohë që ju më tat një shtjellim të hollësishëm të qëndrimit tuaj. Është e saktë apo jo dëshmitar që kur ne u informuam që ju nuk ishit i gatshëm që të bënit pyetje me ne me 25 gusht, juve më pas jeni takuar me mbrojtjen për seancën përgatitore me datë 3 dhe 8 shtator 2025. A është e saktë kjo? Përgjigje po. Pyetje. Në përgjigjen tuaj ju thatë që jeni përgatitur me qindra orë për të qenë dëshmitar i mbrojtjes. A mund të na thoni çfarë keni bërë në këto qindra orë dëshmitar? Përgjigje. Pa 5 ose 6 vite më përpara, kur kam filluar që dëgjoj për herë së pari për këtë gjykim, fillova që të shikoja formacionin, përbërjen e këtij tribunali, sepse është krijuar, kam folur me akademik, kam folur me jurist. Jam përpjekur gjithashtu që të rishikoj, të shqyrtoj me aq sa di unë artikujt me shkrim ose dokumente të cilat janë paraqitur në ekran, të cilat lehtësisht shfaqen këtu, por nuk kanë qenë lehtësisht shfaqura për mua. Dhe rilexova shumë nga materialet ose artikujt, jam takuar gjithashtu dhe me ekipin e mbrojtjes në Washington, ndoshta një herë ose mbas edhe 2 herë, jam takuar një ditë të plot një herë ose 2 ditë të plota. Kam menduar, pra kam kaluar 5 vite duke duke menduar për të, duke u përgatitur me të. Mendoja nga vit në vit që do hapet gjykimi sot, do hapet nesër, ndërkohë që vitet kalonin dhe asgjë s'ndodhi për shumë vite. Pra për shumë vite kam menduar për të, kam lexuar për të, kam rarë mendjen sepse u deshëm 5 vite për të krijuar një çështje të tillë, ndërkohë që akta akuse është ngritur 5 vite më përpara. Nuk e kuptoja gjithë këtë. Dhe i kam pyetur njerëzit e kësaj fushë, e kësaj lëmie, i kam thënë nëse një gjë e tillë ishte normale apo jo. Kam folur me juristë, me avokat, me një emër ndërkombëtar që më kanë thënë që kjo është mënyrë e pazakon për të trajtuar një burr shteti i cili është dorëzuar vullnetarisht. Dhe në jurisdiksionin e një gjykate që e ka krijuar vetë kur ka qenë kryeministër,
dhe për të treguar liderëve europian që kishte dëshirë vendi që të bëhej pjesë vendi i BE-s, ndërkohë që ky burr shteti mbahet indaluar për 5 vite përpara se sa çështja të ishte gati. Pra, këto janë gjëra me cilat kam mbajtur mendjen të mbushur dhe për cilat kam menduar për orë e orë të tëra.